e filluan prej të mbiemrat. Me ndihmën e bashkëpunëtorëve Të tyre. jo të tyne, po shqiptarët atyne. Po të tyre Të joni të ishin ata, ama bashkëpunëtorët atyne. Shpionat që u thamë ne. Ne nxënësit, edhe unë nuk i kam marrë dëftesat, e i pas Shqip. Edhe mbiemrat, edhe emrat, edhe kret, me i, ose me u. Një prind, veç kishim fillu këta, zdishin demonstratat të një nuk dite, pri ku ta filluaj atë shpionazhin. Edhe më thot, si i regjistroni një nxënës në shkollë, që shkërë më tha, shto e kuptova se ka qëllim të keq. Shqiptari pyet. Shqiptari. Po të shështo si janë, si i regjistruem ne, që shto i regjistruem. Edhe i bijom pak larkë asaj. E di një ose dhe dale diqka. Jo, tha, nuk i regjistrojnë ashtu sa unë i kam me prapashtesën s'ki fëmijët e mi. Po thash, sa problem e oni se, jo, tha se kam pengesa kur t'i regjistruhet as mësonjen, për t'i regjistruhet as kërkon, kam pengesa, tha, s'ka problem. Dhe ta përmirësojmë, dhe ta bojmë ashtu si do në te, dhe ashtu e moski. Ky personin fjalë, shkone para tjetë në Ministrinë e Punëve të Mëreshme, polici. Se në shkollën e Strecës është përhap, në thoshin neve atër, iridentizëm, separatizëm, nacionalizëm, çka ekziston të negative për shqiptarët në vishësht e neve. Edhe mas një 3-4 ditë, vinë një 2 inspektorë të punëve të mëreshme. O nuk i njëftë, e kishtë që i njëftën, thënë, kështu janë këta pjetë. Nëse nuk e dinjim në qëllimi qërë, se ku dhe rridhe jo punë, hynë ke zyre drejtorit, nuk u bua asë një 5 minuta, e fkatën Suliman Eliezin. Punëtor, jashtë zakonshëm. Tha, Sula s'ishtat, erë shërptori, tha, sa mi thot kërkojnë ty, e më thonë merre dhe regjistrin. E mora regjistrin, shkova aty, e dinjë ta, nëmëri 12 ishte. Qa kjo këto, kjo përmisim? E dinjë masi si ka rreth puna. Edhe thash, pa e këmi përmiso se ka kërku prindi. Për këta tjeri të kanë kërku të vanrojsh të bjemnat prej me ski t'i bësh me i ose me u, jo thash nuk kanë kërku, po pse e keni bua shto? Aman jo më thonë, nuk i thonë drejtorit. Se edhe drejtorit do është të ketë përgjithsi, ata aman jo, ata u kapën për meje. Ditën e premte, ashtu i binte, nuk e disi, të vini në policit. Tha, shkum aty, ertë kuam 10 saati, e thyrën Sulën atje, shkoj Sula, dherin 12, prit s'ka. Edhe aje të që punon të kësë sportili. Tha, Sami Ibrahimi, thash, ja. Tha, shko ke dhoma 22, ashtu ishte e dhoma atër. E thash, do të nabuen së nërsoj me Sulën. Kur shkova në aty, Sulë s'ka. Sulën, prej aty drejt burg. Nuk e lejnë më shkojnë shpi, 2 muaj ditë, burg. E pse që të shtetë dhe vazhdoj? Kur shkova në aty, regjistri, se e morën regjistri qysha ditë ata kur ishin keni regjistri im aty, i hapë në atë faqen atë që kishin bua përmisimin, zohën me ata me metodat atyne, jo pse kështu, pse ashtu, o mbroshje me timen, ata më akuzonjen, edhe thonë ti, kur e ke bu këtë përmirësim, Sula kësaj se vaj se ishte i ka thonë se ti i Macedong. A thot ti si kudistar klase nuk e ke mbruhet Sulën, nuk e ke mbruhet këtë nxënësin. Thash, kush va ka thonë juve këtë? Po tha, në ka thonë në një, e po thash, thirr një atë që va ka thonë juve, atë va thot, onë se kam dëgju këtë gjohë. Bjerë në prindin e vajzës. Mu të më dokumentuaj se më ka thonë edhe unë nuk e kam
publikohet. Për një vajzën këtu të më thotë se më ka thonë, sa shëzdi, a ka thonë Sula s'ka thonë, unë e di se s'ka thonë, a juve, a që ka thonë, jo thë ti e mbrën Sulën edhe ti dhe shkosh në vend Sulës. Morën vetëm që të na largojnë për punën dhe na largojnë për punën e. Cilat u larguat nga puna? A ishin grup? Po Sula këne, unë, Veliu edhe Qamilja. Përjashtohen edhe profesorët për gjimnazi. Në atë periudhë. Në atë periudhë. Ajo ishte, se i thonë këta hajka, gjëti shtrigave, jo vesh një. Në gjithë shkollat, shqiptarët ku ishin.